A ka lavdru ambasada amerikane qeverinë Kurti për sigurinë në veri? Në një postim që po qarkullon në Facebook dhe TikTok, po pretendohet se ky institucion e ka lavdru dhe përshëndet punën e qeverisë Kurti në veri, e cila i mundsoi një vizitë të sigurt dhe një shëtitje të lirë për herë të parë pas 25 vitesh. Ky pretendim është postu në disa faqe në Facebook dhe TikTok më 20 maj, por e vërteta është ndryshe. Në fakt, ambasada e SBA-s ka publikuar vetëm një postim për vizitën e Enju Pratipatit në veri, e cila është e ngarkuara me punë në këtë ambasadë. Në këtë postim është treguar se ajo është takuar me përfaqësues politik dhe policinë e Kosovës në veri, duke theksuar se stabiliteti dhe siguria janë thelbësore dhe se është përgjegjësi e qeverisë që qytetarët të jetojnë në paqe. Hibrid.info ka kërkuar online për frazën vizitë e sigurt dhe shëtitje e lirë, ashtu edhe siç u pretendua nga faqet e lartcekura, po një deklaratë e tillë nuk ekziston. Sipas Hibrid.infos, ky është një rast tipik dezinformate, një përzierjesh e informacionit të pavërtetë dhe pretendimesh të fabrikuara për të manipuluar opinionin publik. Prandaj, mos beso gjithçka që lexon në media sociale dhe kontrollo burimin. E nëse veç ki dyshime, dërgoj tek ne Hibrid.info, ne do t'i verifikojmë.